Të gjithë e dim sa e vështirë është ti thuash dikujt që ka bërë diçka gabim. Si ta bësh këtë pa krijuar pakënaqësi, ato më keq, armiqësi. E po, Dale Carnegie e zgjidhi këtë enigmë dekada më parë. Parimet e tij janë, sinqerisht, të arta dhe funksionojnë në mënyrë të pabesueshme edhe sot. Pra, le t'i hedhim një sy sekreteve të tij. Dhe ja ku jemi, te pyetja kryesore. Si ta korrigjosh dikë pa krijuar atë ndjenjën e pakënaqshme të pakënaqësisë? Të gjithëve na ka ndodhur, apo jo? Duhet t'i thuash diçka kolegut, mikut, apo edhe një antarit familjes, por ke atë frikën se mos e prish marrëdhënien. Mirë, sot do të shohim pikërisht se si t'i qasemi kësaj me mjeshtëri. Okej, parimi i parë. Kritikoni pa kritikuar. Tingëllon si një gjëgjezë, por në fakt është thelbi i gjithçkaje. Bëhet fjalë për fuqinë e feedbackut indirekt. Pra, si të tërheqësh vëmendjen te një gabim pa e thënë hapur, kjo kërkon pak finesë. Por rezultatet, janë të jashtëzakonshme. Ja pra thelbi i idesë së Carnegiet. Tërhiqni vëmendjen ndaj gabimeve të njerëzve në mënyrë indirekte. Pse funksionon kjo? Sepse konfrontimi direkt çfarë bën? Ngremure. Njerëzit futen në mbrojtje, ndërsa qasja indirekte i bën ata më të hapur për të dëgjuar dhe më e rëndësishmja për të ndryshuar. Tani, le të shohim disa shembuj konkret. Imagjinoni pak këtë sken. Jemi në një fabrik çeliku. Charles Schwab, një nga boset e mëdhenj, hyn brenda dhe çfarë sheh? Disa punonjës që po pinin duhan, tamam poshtë tabelës duhani ndalohet. E qartë fare apo jo? Shumica e menaxherëve ç'do bënin? Do u bërtisnin, ndoshta do i kërcenonin me pushim nga puna, por jo Schwab. Ai ishte ndryshe. Zgjidhja e Schwabit ishte thjesht geniale. U afrua te djemt, u dha secilit nga një puro dhe u tha: "Do ta vlerësoja djem nëse do t'i pinit këto jashtë." Kaq? Shikoni pak çfarë bëri ai. Nuk i qortoi, nuk i bërtiti, përkundrazi u dha një dhuratë, i bëri të ndjeheshin të vlerësuar dhe thjesht u kujtoi rregullin në mënyrën më elegante të mundshme. E dini cili ishte rezultati? Jo vetëm që nuk e bën më kurrë ato gabim, por filluan të admironin edhe më shumë. Mirë, le të kalojmë te një shembull më i afërt me jetën tonë të përditshme. Imagjinoni që po bëni një rinovim në shtëpi. Punëtorët po bëjnë një punë fantastike, por çdo ditë lën pas një rrëmuj të tmerrshme në oborr. Kjo i ndodhi një zonjë me emrin Margaret Jacob. Ajo nuk donte të ankojë dhe të krijonte një atmosferë të keqe, se fundja puna po bëi mirë. Pra, çfarë bëri ajo? Kjo që bëri Marge ishte brillante. Një mbrëmje bashkë me fëmijët e saj e pastroi vetë të gjithë oborrin. Të nesërme në mëngjes, kur erdhi kryepunëtori, ajo i tha: "Jam vërtet e kënaqur me mënyrën se si e lat lëndinën dje në mbrëmje. Është kaq e bukur dhe e pastër." A e kuptoni? Ajo lavdëroi diçka që ata nuk e kishin bërë. Por duke bërë këtë, u dha atyre një standard, një reputacion për të mbrojtur. Dhe funksionoi, që nga ajo ditë punëtorët e linin oborrin gjithmonë të pastër. Dhe kjo na sjell te një detaj tepër i rëndësishëm, ndryshimi që bën vetëm një fjalë. Shikoni këto dy fjali. Jemi krenar për ty që i ke ngritur notat, por, sapo thua, por, gjithë lavdërimi hidhet poshtë, apo jo. Tingëllon si një hyrje për kritikën që pason. Tani, zëvendësojni me dhe. Jemi krenar për ty që i ke ngritur notat dhe duke vazhduar kështu. Papritur, gjithçka ndryshon. Lavdërimi mbetet dhe lidhet me një inkurajim për të ardhmen. Është një ndryshim i vogël me një ndikim psikologjik gjigant. Mirë, tani kalojmë te parimi i dytë, i cili ndoshta është edhe më i fuqishëm. Pranoni gabimet tuaja. Po, sipërullësia mund të ndërtojë besim dhe të hap rrugën për feedback konstruktiv. Ideja është të çarmatosësh personin tjetër duke treguar se as ne nuk jemi perfekt. Rregulli i artë i Carnegiet këtu është: flisni për gabimet tuaja para se të kritikoni personin tjetër. Është kaq e thjeshtë në fakt. Kur e fillon bisedën duke thënë: "Dëgjoj, edhe un kam bërë gabime të ngjashme", personi tjetër menjëherë ul gardhin, nuk ndihet më i sulmuar. Bëhet shumë më lehtë për të që të dëgjojë çfarë ke për të thënë. Dhe Carnegie nuk po fliste vetëm teori, ai e praktikonte vetë këtë. Le të marrim dilemën e tij me sekretaren e re Josephine. Ajo ishte vetëm 19 vjeç, pa përvojë, dhe sigurisht që bënte gabime. Një shef normal ndoshta do ishte irrituar, por Carnegie, ai përdori pikërisht këtë teknik. Ai I tha diçka të tillë: "Josephine, ke bërë një gabim,
por, sinqerisht, nuk është asgjë në krahasim me gabimet që kam bërë unë vetë. Në fakt, ti je shumë më e mirë se ç'isha unë në moshën tënde. Kjo frazë është gjithçka. Ai e pranoi gabimin, po, por e zbuti menjëherë duke pranuar të vetat dhe duke i dhënë asaj një kompliment. Kështu nuk e dekurajoi. Përkundrazi, i dha shtysën për të përmirësuar. Dhe mendoni se kjo funksionon vetëm në zyrë? As pak. Shikoni pak të histori dramatike nga politika e lartë. Kemi kajzerin gjerman, Wilhelm II, i cili bën disa deklarata publike, le të themi as pak diplomatike. Një gaf totale. I tmëruar, i kërkon kancelarit të tij, princit von Bülow, që të marrë fajin. Por von Bülow bën gabimin fatal, e kundërshton hapur duke bërë kajzerin të ndihet i poshtruar. Dhe rezultati? Kajzeri shpërthen në tërbim, një katastrofë vërtet. Për fat të mirë, von Bülow e kuptoi shpejt gabimin e tij. Dhe çfarë bëri për ta rregulluar? E ndryshoi taktikën 180 gradë. Filloi të lavdëronte kajzerin për njohuritë e tij të thella shkencore, duke thënë se ai vetë ishte krejtësisht ignorant në atë fushë. Pra, u përul vetë për të lartësuar kajzerin. Dhe si me magji, tërbimi i kajzerit u shua, madje u kthye në miq. Kjo tregon se sa e fuqishme është kjo teknik, edhe në situatat më të tensionuara. Okej, le ta lëm politikën e lartë dhe të kthehemi te një sfidë që shumë prindër e njohin mirë. Një baba, Clarence Zerhusen, zbulon se djali i tij 15 vjeçar, David, ka filluar të pijë duhan. Sigurisht, u mërzit, por kishte një problem. Ai vetë ishte duhanpirës. Si mund t'i jepte leksione moralit djalit të tij? Në vend që të bërtiste, në vend që t'i mbante një fjalim, ai u ul dhe foli hapur me djalin. I tha: "Dëgjo, David, po të tregoj si e fillova unë duhanin dhe si nikotina më kapi në kurth dhe nuk po lëshon më. Unë nuk do të të them ty ndaloje." Çfarë bëri ai? Foli për gabimin e tij. Ai nuk i dha urdhra, por ndau pendesën e tij. Dhe ky akt i sinqert dhe i përulur e bëri djalin të reflektonte dhe në fund ta linte vetë duhanin. Pra, pasi kemi parë të gjithë këta shembuj, cili është thelbi? Si mund ta kthejmë këtë në një udhëzues praktik? E po, arti i ndryshimit të mendjeve, sipas Carnegie, mund të përmblidhet në një formulë të thjeshtë me vetëm 2 hapa. Ja pra korniza e një lideri të vërtet për feedback. Hapi i parë, fillo duke folur për gabimet e tua, prano me përulësi që nuk je perfekt. Kjo ul të gjitha mbrojtjet. Hapi i dytë, pastaj tërhiqe vëmendjen te gabimi i tjetrit, por në mënyrë indirekte. Kjo është i gjitha. Një kombinim kaq i thjeshtë, por jashtëzakonisht i fuqishëm për të ndikuar te njerëzit në mënyrë pozitive. Pra, le t'i përmbledhim pikat kryesore. Çfarë duhet të mbajmë mend ka gjithë kjo? Së pari, udhëhiq me shembull, mos jep thjesht urdhra. Së dyti, kujdes fjalët. Ai ndryshimi i vogël nga por në dhe bën një botë diferencë. Gjithashtu, lavdëro sjelljen që dëshiron të shohësh, edhe para se të ndodh. Dhe ndoshta më e rëndësishmja nga gjitha, përulësia është shumë efektive se sa autoriteti. Të pranosh gabimet tona na bën më të fortë, jo më dobët. Dhe tani, një pyetje për fund, për të reflektuar pak. Kush është ai person në jetën tonë që mund ta udhëhiqnim pak më ndryshe, duke filluar që nesër? Cila është ajo bisedë e vështirë që e kemi shtyr? Ndoshta, duke përdorur këto parime të thjeshta, ajo bisedë nuk do të kthehet në një konflikt, por në një mundësi të vërtetë për të arritur së bashku.